kolegë të tij, pikërisht ata të cilët kanë punuar më së pakti. Një ndër ta është Albulena Haxhiu, e cila vetëm në merit gjatë krejt tyre 4 vjetëve se ka marrë rrogësh që ka mbrojt Albin Kurtin mos mu grushtu pej Mërgim Lushtakut. Kaq, që ka dalë përpara Mërgim Lushtakut, ka bën një vepër heroike, edhe më kaq. Kjo është i vetmi sukses dhe vetmi meritë e saj gjatë 4 vjetëve të qeverisë së saj në... Por është gruaja me votuar nga vendosja në Kosovë, në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Njerëzit tonë votojnë për gjëra thjeshta. Për shembull, ai veprim i saj, të gjithë përkrahësit e Albin Kurtit e kanë votuar pse e kanë mbrojtur Albin Kurtin, jo pse ka punuar mirë në si ministre. Dhe këtë argument vetëvendosje po e përdor për ta zgjedhur edhe kryeparlamentare. Unë e kam pyetur njeriu i cili ka qenë burg me Albin Kurtin dhe që ka lidhje, domethënë, me të shoqërore, shpirtërore, se të them për shkak se kanë vujtur burgun bashk, për listën e deputetëve që ka votuar nga vetëvendosja, edhe në mesin atyre të votuarve ishte edhe Albulena Haxhiu. Edhe e pyeta, po ç'ne Albulenën, pse? Çka ka merita që ti e ke votuar Albulenën? Tha, po e ka mbrojtur Albin Kurtin kur është sulmu aty në parlament. Kaq, ky është arsyetimi i tij, besoj edhe i shumë njerëzve të tjerë të cilët e kanë votuar. Por zoti Spaju, deklarata e zotit Vokri, a e konsideroni të jetë e ashpër, të çuditshme apo jo, duke akuzuar pra shefin e Zyrës BE-s se kanë nxitur tensionet në veri? A i duket normale apo jo juve? Ai është një përvojë e tij personale, është përvojë e tij personale, cilën ai është kufizuar me atë.